Përshëndetje, receta e sotme është një tave shishme dhe e thjesht në përgatitje, një kombinim i lezetshëm i mishit dhe patateve. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 5 patate mesatare. Të vazhdojmë të presim të gjitha patatet një nga një, siç tregohet dhe në video. Nuk duhet t'i presim shumë të trasha. Pasi kemi prerë të gjitha, do t'i vendosim në tavë dhe do t'i marinojmë. Unë për marinimin kam përdorur vaj ulliri, krip, piper të kuq dhe origan. Marinimi është sipas dëshirës, mund t'i hidhni edhe erëza të tjera nëse dëshironi. Do t'i përzijej mirë. Dhe pasi janë përzierë, do t'i vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për 20 minuta. Ndërkohë do të marrim 2 qepë mesatare, të cilat do t'i brim imët. Pasi kemi grirë qepën në një tigan, do të hedhim rreth 80 ml vaj dhe do të skuqim qepën. Do vazhdojmë ta skuqim për disa minuta në temperaturë mesatare duke e përzier vazhdimisht. Pasi qepa është skuqur, do të hedhim 500 g mish të grirë viçi, me të cilën do të veprojmë në të njëjtën mënyrë si me qepën, do ta skuqim për disa minuta. Pasi mishi është skuqur, do të hedhim krip, origan, pak piper të kuq dhe 2 deri në 3 lugë salcë domatje. Ta përzijej mirë. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë për disa minuta në temperaturë të ulët. Do t'i hedhim 100 ml ujë. Do ta përzijmë përsëri dhe më pas do ta lëmë në temperaturë të ulët derisa uji të fillojë të shterojë dhe qepa të jetë zier plotësisht. Tashmë e kemi gati. Do ta fikim zjarrin dhe do ta lëmë të ftohet pak. Ndërkohë dhe patatet sa po kanë dalë nga furra, janë zbutur dhe janë pjekur. Do t'i hedhim sipër masën që përgatitëm. Do ta hedhim të gjithë dhe do ta përhapim mirë. Do t'i mbulojmë të gjitha patatet. Në fund fare do t'i hedhim djath mozzarella ose djath për pica. Do ta mbulojmë të gjithë sipërfaqen e mishit. Do t'i hedhim djathit pak spec të kuq sipër, sepse merr ngjyrë më të bukur pas pjekjes, dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për 15 deri në 20 minuta të tjera. Tava tashmë siç shikoni është gati. Do e lëmë të ftohet pak dhe do ta presim.
Dhe në fund fare, para se ta shërbej, mund t'i hidhni majdanos sipas dëshirës. Është një tavë e shijshme, e thjeshtë në përgatitje dhe jam e sigurt që do ta pëlqeni shumë. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëft mirë dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.